Ebu Ejub, El Ensari, do të varroset nën muret e Konstantinopojës. Ky sahabi ndershëm quhet Halid ibn Zeid ibn Kulejbi, prej fisit Beni Nexhar. Është i njohur me ofiqin Ebu Ejub, u përket ensarve. Kush prej nesh, muslimanve, nuk e njeh Ebu Ejub El Ensariun. Allahu xhaleshanahu e ngriti përmendjen e tij në lindje dhe në perëndim, dhe e lartësoi mbi të gjitha krijesat famën e tij. Kur e zgjodhi shtëpinë e tij, që në të zbres pejgamberi alayhi selam, me rastin e arritjes së tij në Medinë si muhaxhir, vetëm ky nder është mjaft për të. Rreth vendosjes së pejgamberit alayhi selam në shtëpinë e Ejub El Ensariut, ekziston një tregim i bukur, i cili është mirë të përsëritet gjithmonë. Në momentin e ardhjes së pejgamberit alayhi selam në Medinë, zemrat e banorëve të saj e pritën në mënyrën më madhështore, me të cilën pritet një mysafir i ardhur nga një vend tjetër. E vështronin me mall të madh, ashtu siç e preti dashurit të dashurin e vet. I e çelën zemrat e tyre dhe ja hapën dyert e shtëpive të tyre që të zbres në shtëpinë më të mirë. Mirë po, pejgamberi alayhi selam qëndroi në Kuba, në periferi të Medinës, disa ditë, gjatë të cilave ndërtoi xhamin, e cila njëkohësisht është edhe xhamia e parë e ndërtuar për adhurim. Pejgamberi alayhi selam pastaj e la Kuban dhe hipi në devën e vet, ndërsa paria e Yathribit qëndroi në të dy anët e rrugës. Secili prej tyre dëshironte të ketë nderin që i dërguari Allahu të zbres në shtëpinë e tij. Secili nga paria i dilte përpara devës dhe i joshte që të ndalej para shtëpisë së tij duke thënë: "Vendosu tek unë, o i dërguari Allahut, në mbrojtjen time." Pejgamberi alayhi selam u akthente atyre: "Lëre, sepse ajo është e urdhëruar." Kështu pra, në mesin e kësaj zhurme, deveja vazhdonte rrugën deri në cakun e saj, të cilën njerëzit e përcjellnin me vështrimet e tyre, kurse zemrat i kishin shpeshtuar të rrahurat. Kur deveja e kalonte një shtëpi, dëshpërohej i Zoti i saj, mirë po ringjallej shpresa në shpirtrat e atyre që u pasonin shtëpit. Deveja vazhdonte rrugën dhe njerëzit shkonin pas saj dhe dëshironin të dinin nga thellësia e zemrave të tyre se kush do të kishte fatin që Resulullahu të zbres në shtëpinë e tij, derisa ajo arriti në një shesh para shtëpisë së Ebu Ejub El Ensariut dhe ul aty. Mirë po pejgamberi alayhi selam nuk zbriti prej saj. Nuk kaloi shumë kohë dhe ajo ngrit dhe nisi të ecë, kurse pejgamberi alayhi selam ja kishte lëshuar frerin, por nuk kaloi shumë kohë dhe ajo u kthye në vendin ku ishte ulur pak më parë. Në atë moment, një gëzim i papërshkruar e përfshiu zemrën e Ebu Ejub El Ensariut dhe shkoi tek pejgamberi alayhi selam, e përshëndeti dhe i dëshiroi mirëseardhje. I mori teshat e tij me të dy duart, sikur të mbante tesarin e tërë botës, dhe shkoi me to në shtëpinë e tij. Shtëpia e Ebu Ejub El Ensariut ishte një kaçe dhe mbi të nën kulmi. Ebu Ejubi i kishte hequr të gjitha gjërat e tij që i kishte pasur nën kulm, që në të vendosej Resulullahu. Mirë po pejgamberi alayhi selam preferoi vendosjen në katin e parë. Për këtë Ebu Ejubit nuk i mbeti asgjë tjetër vetëm të bindej para urdhrit pejgamberit alayhi selam dhe vendosi aty ku shprehu dëshirën. Por sa erdhi nata, pejgamberi alayhi selam shkoi në shtratin e vet, ndërsa Ebu Ejubi, së bashku me gruan e tij, u ngjitën në katin e sipërm. Posa e mbyllën derën e dhomës së tyre, kur për një çast Ebu Ejubi u kthye nga gruaja e tij dhe tha: "Vaj për ty, xhbëm, si mund të jeti dërguari Allahut poshtë e ne të jemi mbi të? Si është e mundur që ne të ecim mbi Resulullahun alayhi selam? Si mund të jemi ne në mes pejgamberit alayhi selam dhe shpalljes?" Ne prambaruam, e pat puna jonë. U pikëlluan së tepër mbi të dy bashkëshortët dhe nuk dinin si të vepronin. Asesi nuk u qetësuan, derisa nuk dolën në pjesën e sipërme, e cila nuk ishte mbi pejgamberin alayhi selam. U larguan nga ajo pjesë duke ecur në majtë të gishtrimve dhe duke ikur mesit të dhomës. Ebu Ejubi, posa u zgjua në mëngjes, shkoi tek pejgamberi alayhi selam dhe i tha: "Të betohem në Allahun se as unë as shoqja ime tërë natën nuk kemi shtirë gjumë në sy." Atëherë pejgamberi alayhi selam i tha: "Përse u ka ndodhur kjo, o Ebu Ejub?" Ai u përgjigj: "Na u kujtua se ne jemi në katin e sipërm të shtëpisë, e ti je në katin e parë. Çdo herë që ne lëvizim, mbi ty do të bjerë pluhuri e do të shqetësoj. Pastaj unë u bëra pengesë ndërmjet teje dhe shpalljes."
Pejgamberi alayhi salam pasi e dëgjoi Ebu Ejubin i tha: "Mos u brengos, Ebu Ejub, më lehtë është për ne të jemi në katin e poshtëm për shkak të vizitave të shumta të njerëzve." Ebu Ejubi thot: "U pajtova me mendimin e Resulullahut alayhi salam derisa një natë bënte ftohtë, e neve na u thye një ibrik dhe ju derdh ujë. U çova me një herë unë dhe gruaja, por nuk ishim asnjë send për ta tharë ujin përveç një copë kadife, të cilën e përdornim si çarçaf për të mbuluar, dhe me të tham ujin nga frika se do të bjerë tek pejgamberi alayhi salam. Të nesërme në mëngjes shkova tek pejgamberi alayhi salam dhe i thash: "Të betohem në babain tim dhe nënën time. Unë nuk jam i kënaqur që të jem në katin e sipër me ti të jesh në katin e poshtëm nën mua." Ebu Ejubi pastaj vazhdon e thot se ja tregova rastin e ibrikut. Më në fund pejgamberi alayhi salam ju përgjigji lutjes sime dhe ai hypi në katin e sipërm e unë me gruan time zbrita në katin e poshtëm. Pejgamberi alayhi salam qëndroi në shtëpinë e Ebu Ejubit rreth 7 muaj, derisa u ndërtua xhamia në sheshin e hapur ku ishte ndalur deveja. Pejgamberi alayhi salam atëherë kaloi në dhomat, të cilat ishin ndërtuar përreth xhamisë për të dhe për gratë e tij. Pas kësaj, u bë fqinjë Ebu Ejubit duke kaluar një fqinjësi shumë të mirë mes tyre. Ebu Ejubi e deshi aq shumë Resulullahun, sa që kjo dashuria pushtoi tërë zemrën dhe mendjen. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salam e deshi Ebu Ejubin deri në atë mas, sa që ata hynin dhe dilnin te njëri tjetri pa far te klifi dhe e shikonte shtëpinë e Ebu Ejubit sikur të ishte shtëpia e tij. Ibn Abbasi radiallahu anhu tregon dhe thot: Ebu Bekri doli një ditë në xhami kur bënte vap e madhe. E pa Omeri radiallahu anhu dhe e pyeti: "Ebu Bekër, ç'të shtyr të dalësh në këtë kohë?" Ebu Bekri e ktheu: "Nuk më ka shtyr të dal asgjë tjetër përveç urisë, sepse nuk kam asgjë për të ngrënë." Omeri radiallahu anhu atëherë tha: "Betohem në Allahun se edhe mua nuk më ka shtyr të dal asgjë tjetër përveç ajo që përmende ti." Ata ende nuk e kishin përfunduar bisedën e tyre kur doli pejgamberi alayhi salam dhe i pyeti: "Çfarë ju ka shtyr të dilni në këtë kohë?" Ata të dy u përgjigjen: "Pasha Allahu nuk kemi dalë për asgjë tjetër veçse për shkak të dhembjes së madhe që ndjejmë nga uria." Atëherë pejgamberi alayhi salam ju tha: "Edhe unë, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, nuk kam dalë për asgjë tjetër veçse për shkak të urisë." Pejgamberi alayhi salam mendoi pak dhe ju tha: "Qohuni dhe jani me mua." U nisën e shkuan te dera Ebu Ejub el-Ensariut radiallahu anhu. Ebu Ejubi çdo ditë e ruante një racion të ushqimit për pejgamberin alayhi salam, dhe nëse ai vonohej dhe nuk vinte, atëherë e jepte antarëve të familjes së vet. Kur trokitën në derë, u paraqit Ejubi, gruaja e Ebu Ejubit, e cila u tha: "Mirë se na vjen Resulullahu dhe ata që janë me të." Pejgamberi alayhi salam e pyeti: "Ku është Ebu Ejubi?" Ebu Ejubi e dëgjoi zërin e Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, pasi ishte duke punuar te një hurmë aty afër, e vrapoi me një herë duke thënë: "Mirë se na vjen Resulullahu dhe ata që janë me të." Pastaj vazhdoi: "O i dërguari i Allahut, kjo nuk është koha në të cilën vije më parë." Pejgamberi alayhi salam i tha: "Po, ashtu është." Pastaj Ebu Ejubi shkoi tek hurma dhe preu një deg në të cilën kishte hurma të buta dhe të forta. Pejgamberi alayhi salam i tha: "Nuk do të dëshiroje ta kputësh këtë deg. Ke patur mundësi ti mblidhje hurmat e saj." Ebu Ejubi ja ktheu: "O Resulullah, dëshirova të hani hurma të buta dhe të forta, por për ju do të therë edhe një kafsh." Pejgamberi alayhi salam i tha: "Nëse therë diçka, mos therë prej atyre që janë duke u mielur." Ebu Ejubi e mori dhe e preu një edh, pastaj i tha gruas së tij: "Zë dhe gatuaj bukë, sepse ti di më mirë të bësh bukë." Pastaj e mori gjysmën e edhit dhe e futi për ta zier, ndërsa gjysmën tjetër e poqi. Pas ju përgatit ushqimi dhe ju shërbye pejgamberit alayhi salam dhe dy shokët e tij, pejgamberi alayhi salam e mori një pjesë të mishit të edhit dhe e shtiu në një copë të bukës dhe tha: "O Ebu Ejub, nxito me këtë copë deri te Fatimia, sepse ka shumë ditë që ajo nuk ka provuar diçka të tillë." Pas ju ngopën, pejgamberi alayhi salam tha: "Bukë, mish, hurma të buta e të forta." I dolën lotët, pastaj tha: "Pasha atë, në duart e të cilit është shpirti im. Kjo është begatia për të cilën do të pyeteni ditën e Kiametit, e nëse e fitoni sikurse këtë, prekeni me duart tuaja dhe thoni: Me emër të Allahut, Bismillahi, e kur të ngriheni po ashtu thoni: Elhamdulillah, falënderimi qoftë Allahut, i cili ngopi
e na begatoi. Pejgamberi alayhis salam pastaj u qua dhe i tha Ebu Ejubit: "Eja nesër tek unë." Pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që kushdo që ja bënte ndonjë të mirë, ai dëshironte që atë të mirë t'ia te kaloj. Mirë, po Ebu Ejubi nuk e dëgjoi këtë. Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha: "O Ebu Ejub, pejgamberi alayhis salam të urdhëron që nesër të shkosh tek ai." Ebu Ejubi atëherë tha: "Dëgjoj dhe i nënshtrohem urdhrit të Resulullahut." Ebu Ejubi shkoi të nesërmen tek pejgamberi alayhis salam, i cili dha një robëresh të re që shërbente tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "Sjellu mirë ndaj saj, o Ebu Ejub, sepse ne nuk kemi parë prej saj përveç se të mira gjatë tërë kohës sa ishte te ne." Ebu Ejubi u kthye në shtëpinë e vet. Me vete kishte edhe robëreshën e re. E kur e pa Ebu Ejub, gruaja e Ebu Ejubit pyeti: "Për kë është kjo, o Ebu Ejub?" Ai u përgjigj: "Për ne, na e dhuroi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam." Atëherë ajo tha: "Sa dhuruesi mirë dhe sa dhurat fisnike është kjo." Ebu Ejubi shtoi: "Pejgamberi alayhis salam na porositi që të sillemi mirë ndaj saj." Umu Ejub pastaj tha: "Si të veprojmë me të që ta çojmë në vend porosinë e pejgamberit alayhis salam?" Ebu Ejubi u përgjigj: "Pasha Allahun, unë nuk shoh zgjidhje më të mirë për ta çuar në vend porosinë e pejgamberit alayhis salam se sa lirimin e saj." Umu Ejubi ja priti: "Ja qellove, ti je në rrugë të drejtë." Pastaj e liroi. Këto janë disa fragmente nga jeta e Ebu Ejub el Ensariut në kohën e paqes. Por nëse të jepet e rasti të njihesh me disa fragmente të jetës së tij në kohën e luftës, do të shohësh çuditëra. Ebu Ejubi radiallahu anhu, gjatë jetës së tij ishte i angazhuar në luftë, saqë thuhet për të se ai mori pjesë në të gjitha betejat e muslimanëve, prej kohës së pejgamberit alayhis salam e deri në kohën e Muaviut, përveç nëse ka qenë i angazhuar në ndonjë luftë tjetër. Lufta e fundit e tij ishte betejë për çlirimin e Konstantinopolës. Muavia e kishte përgatitur ushtrinë nën komandën e të birit të tij Jezidit. Ebu Ejubi në atë kohë ishte plak në moshën 80 vjeçare. Mirëpo mosha e tij e shtyrë nuk e kishte penguar që t'i bashkëngjitej ushtrisë e Jezidit dhe t'i çajë valët e detit për të luftuar në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Nuk kaloi pak kohë në përleshje me ushtrinë e armikut, derisa u smurënd Ebu Ejub el Ensariu. Sëmundje kjo e cila nuk i mundsoi më të vazhdoi luftën. Atëherë vetë Jezidi erdhi ta vizitoi atë dhe e pyeti: "A ke nevojë për ndonjë ndihmë, o Ebu Ejub?" Ebu Ejubi u përgjigj: "Dërgoje të falat e mia ushtrisë muslimane dhe thuaju atyre: Ju porosit Ebu Ejubit të depërtoni në thellësi të tokës së armikut, të më mbartni mua me ju dhe të më varrosni në këmbët tuaja te muret e Konstantinopolës." Dhe pas pak kohe dha shpirt. Ushtarët muslimanë ju përgjigjen dëshirës së shokut të Resulullahu sallallahu alaihi wasallam dhe u vërsulën mbi ushtrinë e armikut, derisa arritën te muret e Konstantinopolës dhe mbartën Ebu Ejubin me vete. Atje ja hapën varrin dhe e varrosën. Allahu xhaleshanuhu e pas mishëruar Ebu Ejub el Ensariun, i cili nuk deshi të vdesë ndryshe, por vetëm mbi shpinën e kuajve të shpejt, duke luftuar në rrugën e Allahut xhaleshanuhu në moshën 80 vjeçare.